ka raste kur vinë në barnatore, po kthejmë në përditshmëri. Ju thonë, i ka bu mirë si rupi kësaj kojshikes, apo ma jep edhe mu. Qa ka kojshikja? Jo, pse e din në rregull, ajo ka, po ka edhe plot tjera sende, për shembull nuk e ka sëmundjen e njëjtë, nuk ushqehet njëjtë. Janë shumë karakteristika që e shoqërojnë personin edhe duhet me pas shumë kujdes, vlen me u theksu që duhet me bisedu me pacienti, çka sakt pranon, që me ditë sakt çka duhet me i dhonë. Që me që konkrete, ajo edhe me që në harmoni të gjitha ato, se shumë e rëndësi është gjendja, apo përkeqësohet, apo përmirësohet për të mirë. Kështu që duhet me pas rëndësi gjithmonë kontaktin fillimisht me mjekun, përshkrimin e tyne, pastaj edhe të kontaktit me farmacistin këtë rast. Po me rëndësi është me pas kontakt me njerëz profesionist. Edhe në pyetje, parashtrime, pyetjeve, me pyet, pse jo? Jo në basi ta marish antibiotikën, e piva këtë antibiotik, po nuk më ka bo. Po, se s'kanë bo antibiogram. Po. Kështu që duhet me pas... Kjo është fillimisht një kontakt i shnosh me mjekun familjar, pastaj edhe kontakti me specialistë të ndryshëm.